Rikthehemi sërish në studio, ja për çfarë do të flasim në këtë pjesë të programit. Në Itali është propozuar një paketë arsimore e cila ndalon mësuesit të diskutojnë temat e identitetit gjinor, orientimit seksual dhe çështjeve LGBT+ në shkollat parashkollore dhe fillore. Ndërsa në shkollat e mesme, sipas sistemit të tyre midis moshës 11 deri 14 vjeç, çdo mësim mbi seksin do të kërkojë pëlqimin dhe shkrimin në shkrimin e prindërve të tyre. Ky ndalim i mësuesve që të flasin rreth edukimit seksual dhe termave gjinore ka ngjallur diskutime dhe polemika edhe këtu në vendin tonë, ku tashmë është miratuar edhe ligji i barazdisë gjinore. Për të diskutuar rreth kësaj teme ne kemi të ftuar Suela Koçibellin, aktiviste. Suela, përshëndetje, mirë se vjen në Living Day, kënaqësi të të mirëpres. Kënaqësi për mua. Faleminderit. Ftoj të ratohesh dhe mirëpres gjithashtu edhe mësuese. Është Mirvjena Lamçe, e cila na vjen me një eksperiencë edhe si administratore, por edhe me një eksperiencë si mësuese në vende të ndryshme të botës, ndërto edhe Italia. Kënaqësi të mirëpres, ndërkohë pas pak do të jemi në një komunikim direkt me Jacqueline Lekatari, gazetare. E nisim me njëherë nga lajmi që besoj ju ka bërë përshtypje edhe ju si e pat këtë projekt ligj të Melonit. Në shtetin fshin në Itali. E kuptoj, dhe sigurisht kur bëhet fjalë për Italinë, është gjithmonë një vend tek i cili ne mbështetim dhe kemi miqësi të mira, dhe patjetër është një vend i Bashkimit Evropian, ku edhe Shqipëria do dhe aderon të jetë pjesë shumë shpejt, dhe si rrjedhoj, patjetër unë mendoj që çfarëdo lloj lajmi që ndodh në vendet fqinje është alert edhe për ne. E vërtet, për më tepër aq shumë shqiptar sa kemi në Itali, jemi vërtet shumë të ndjeshëm. Absolutisht duhet jemi. Po edhe duhet jemi të ndjeshëm, sepse jemi shumë fqinj dhe ne ndërveprojmë. Japim e marrim shumë me njëri tjetrin. Tani në këndvështrimin ose më saktë në qasjen që edhe interpretove ligjin në fjalë apo ndërhyrjen informacionit tek ne. Projekt ligjin në fjalë, i cili mund të jetë shumë i gjerë dhe pastaj ka dhe specifikat e veta. Unë do doja ta lexonim një herë në kuadër të edukatës seksuale të tërë dhe sa e nevojshme është ajo për grup mosha të ndryshme fëmijësh, dhe pastaj për të kaluar tek tema që janë shumë më specifike, siç është identiteti gjinor, apo preferencat, apo tema të tjera të cilat mund, apo historia ka treguar dhe praktikat kanë treguar në vendet evropiane, po edhe në Shqipëri, që mund të jenë përzier në jo kurrikulat, sepse nuk mund të jenë pjesë ose nuk janë akoma pjesë e kurrikula, po janë përzier në orët arsimore të fëmijëve dhe sigurisht kanë ngjallur shqetësime dhe prandaj është ky reagim. Nuk janë bërë pjesë e kurrikulave, por edhe në Shqipëri aty këtu ne kemi parë simbole. Prandaj po them, është problematikë e cila komunitetit LGBT, të cilat kanë ardhur në një mënyrë ose në një tjetër. Prandaj e lidha me fjalën kurrikul. Por janë aty. E kuptoj, prandaj unë lidh me fjalën kurrikul. Pra ne presim dhe pritshmëria jo lukse, po pritshmëria minimale nga shkolla është që shkollat duhet të trajtojnë çfarë është kurrikul. Dhe kurrikulum nuk e cakton një person, nuk e cakton një organizat dhe asnjë frymë e caktuar. Duhet ta caktojë dhe duhet ta aprovojë një grup i përzgjedhur ekspertësh, të cilët bien dakord dhe vendoset me vendim qeverie se kush është programi që do aplikohet në një shkollë të caktuar. Kështu që këto dy coret pastaj absolutisht janë shqetësuese dhe në këndvështrimin tim, pastaj e flasim sepse duat të kemi kohën maksimale. Shpërndajmë bisedën. Është fakti që çfarëdo lloj gjëje që është tematik shqetësuese për ciklin e rritjes së fëmijëve tan, kemi nevojë të kemi ndërhyrje në kohën e duhur. Si e ke parë projekt ligjin, Mirvjena? Unë mendoj që në çdo shkollë kurikulumi duhet të zbatohet sipas ligjeve të çdo vendi. Në këtë rast bashkohem me Suelën në sensin që aspekti LGBT-s është një nga aspektet e edukatës seksuale në tërësi, e cila në Itali në fakt është një debat shumë i gjerë dhe edukata seksuale në Itali. Italia është një nga vendet e fundit në fakt në Evropë që nuk e ka të detyrueshme edukatën seksuale në shkolla, por edhe spektri i edukimit në Itali është pak më kompleks, sepse në Itali përfshihet edhe kisha katolike dhe aspekte të kishës katolike dhe të edukimit katolik, ku edukimi seksual është pak sa më kompleks. Për sa i përket edukimit seksual në shkolla, patjetër ka aspekte shumë të gjëra të këtij edukimi që për mendimin tim duhet të jenë pjesë e edukimit në shkollë dhe të jepen nga persona që janë profesional në përputhje me zhvillimin mendor dhe social të fëmijëve, dhe kjo gjë duhet aprovohet nga Ministria e Arsimit dhe shoqëria civile,
patjetër duhet ketë një rol për të përpjekur që ky edukim të jetë sa më i balancuar në përputhje me vlerat kulturore dhe tradicionale të çdo vendi. Pra, kuptoj. Ju po thoni se edukimi seksual duhet të jetë që në sistemin parashkollor dhe në shkollën fillore deri në shkollën e mesme, po themi deri në moshën 14 vjeçare, por duhet të jetë një edukim i cili përshtatet me secilën grup mosh për zhvillimin e fëmijës, por informacioni duhet të jepet. Pra, edukimi seksual duhet të jetë. Jo, do të shpjegoj diçka. Pra, të bëjmë edukim seksual nuk do thotë të mësojmë fëmijëve si bëhet seks. Pra, të lutem du dallojmë të gjëra, se ndonjëherë ky është keq kuptimi dhe kjo është pastaj ajo çka është dhimbje apo e frikshme për çdo prind. Sepse e para nuk presim që asnjë fëmijë pas të bëjë 14-15, domethënë pavarësisht të bëjë 18 vjeç ketë një aktivitet seksuale, sepse të paktën themi që kjo është mosha që është drejt rritjes dhe ka akoma nevojë për të formuar trupin e tij. Pra ne kemi nevojë për të sajnë. Ne kemi nevojë që t'i mësojmë fëmijëve dhe kjo për mua është jetike dhe është e domosdoshme, se çfarë do thotë të mbrojnë trupin e tyre nga një marrëdhënie e padëshiruar seksuale. Pra, të njohin trupin e tyre dhe probleme të tjera. Kufit, të njohin kufit. Kjo është e rëndësishme. Po deri këtu nuk kemi problem dhe besoj se edhe prindrit në Itali nuk reagojnë për këtë gjë. Diskutimet janë se mos në momentin që flitet për edukimin seksual, kalojmë dhe flitet për edukim seksual gjithë përfshirës dhe këtu lind diskutimi dhe debati. Në fakt, unë nuk është se jam i njohur se kurrikulës italiane dhe këtu i bie që duhet të tërhiqem për të kuptuar dhe për dëgjuar pak më shumë se në çfarë moshe nëse ka në kurrikul informacion të tillë. Pastaj nëse ka shkolla të cilët në kuadër të programeve individuale, siç kemi ne, po themi shkolla komunitare, kanë lejuar që tema të tilla të bëhen pjesë e të përditshmes, kjo pastaj është për të diskutuar. Besoj që sigurisht në moshën 12-13 vjeçare është i tepërt si informacion, një informacion i tillë. Por në një moshë e cila është 17-18 vjeç, është një informacion që deri në moshën 14 vjeç. Pra, po flasim deri në moshën 14 vjeç. Jo, atëherë nuk ka as edhe një studim në botë që thotë që një fëmijë 14-15 vjeç e din se cili është identiteti i tij gjinor. Dhe këtë nuk duhet t'ia cënojmë ne fëmijëve. Dhe këtu pastaj jam unë që kam ngul me forcë të them jo, sepse fëmijët po formojnë veten e tyre dhe në këtë moshë ku adoleshenca luan me mendjen e tyre, fëmijët ndjehen çfarë do lloj gjëje. Deri në këtë moshë edhe nuk duhet të lejohet që nuk duhet të lejohet që të jepet ky informacion. E kemi Jacqueline Lekatari në këtë lidhje. Zhako, përshëndetje, mirë se vjen në Living Day, do kisha dashur shumë të kisha këtu përballë edhe ta zhvillonim bisedën në studio, por ti e di që je e mirëpritur gjithmonë. Shkojmë drejt në temë, Zhaku. Besoj e ke ndjekur bisedën deri më tani. Pra, të japim dhe dy të ftuarat, ashtu siç të gjithë nuk e kanë dhe kërkojnë këtë gjë që të jepet informacion për edukatën seksuale, që gjithë secili, të gjithë fëmijët të njohin trupin e tyre sipas zhvillimit të tyre, por debati lind tek nëse flasim dhe japim informacion për edukatën seksuale tek edukata seksuale gjithë përfshirëse. Dhe aty mund të përfshihen informacione që fëmijët deri në 14 vjeç nuk kanë përse t'i kenë. Si e mendon ti? Në fakt, po të shohim të gjitha institucionet ndërkombëtare të cilat janë ato që punojnë apo përgatisin kurrikulat për sa i përket edukimit seksual, dhe po flas këtu për UNFPA-n ose për Organizatën Botërore të Shëndetësisë, edukimi seksual quhet edukim seksual gjithëpërfshirës. Kështu që nuk e shoh unë problemin tek terminologjia, tek fjala gjithëpërfshirëse, më shumë se sa tek informacioni që fëmijët marrin për sa i përket tolerancës, barazisë dhe njohjes së ndryshueshmërisë në shoqëri. Dhe për mendimin tim nuk ka asnjë lloj problemi nëse fëmijët në çfarëdo lloj moshe informohen dhe kuptojnë që bota është e përbërë nga individ të ndryshëm. Informim nuk do të thotë që ata do ta tashohen me ato që do studiojnë apo me ato që do të njohin. Nuk mendoj që ka diçka të keqe përse përket edukimit. E kuptova. Ndërsa nëse po flasim për ndalojmë një moment të kjo pikë dhe shkojmë. Po përdor terminologji ose sinonime të ndryshme për t'ju larguar dëshirës për të demonizuar edukimin për sa i përket komuniteteve të ndryshme, edukimit gjinor apo informacionit mbi komunitetin LGBT. Se besoj që kjo është tema apo jo, për këtë po flasim. Zhaku, do doja të të bëja një pyetje të drejtë për drejtë. Pra,
sipas këtij informacioni dhe asaj që ti na thua, do të ishte në rregull për ty që një fëmijë 7 vjeç të dëgjojë dhe të shpjegohet se çfarë është një transgender për shembull. Nuk e shoh të problematike nëse fëmijët informohen që kjo të jetë pjesë e kurrikulës ose të vinë nga organizata të ndryshme dhe të japim këtë shpjegim në një klasë, pra në përklasa. Organizatat e ndryshme nuk është që zgjohen një ditë dhe nuk e bazojnë punën e tyre në studime apo në teori që kanë të bëjnë me gjinin. Dhe mënyrën se si ne e shohim gjinin, pra jo si një koncept biologjik, po si një koncept kulturor. Për mua, informimi nuk është i gabuar. Informimi nuk i shtyn njerëzit që të bëhen dikush që nuk janë. Përkundrazi. Po përse i ndihmon njerëzit që të zbulojnë se kush janë dhe i ndihmon njerëzit që të tolerojnë. 7 vjeç duhet ta ketë këtë informacion. Dhe pse po kthehet sipas teje, pse po kthehet kjo në një diskutim, në një debat në Itali? A mos ndoshta personat të cilët japin informacionet janë të njanshëm? Pra mbajnë anë ata që përcjellin informacionin. Ajo që po ndodh në Itali është komplet një çështje politike dhe është një pasojë e të gjitha ndryshimeve që po ndodhin në botë, të cilat po udhëhiqen nga Amerika dhe nga presidenti i ri i Amerikës, i cili prej një viti po ndryshon rrjedhën dhe rendin e ri botror, duke kthyer Amerikën që ka qenë pilari i demokracisë dhe i vendit liberal në një vend autoritar dhe konservator dhe duke demonizuar si fillim komunitetin LGBT dhe këtë degëzim të komunitetit LGBT dhe do të vazhdohet pastaj me komunitete të tjera dhe me grupe të tjera vulnerabël. Të qëndrojmë një moment e lajmi, Zhaku. Më lër të mbaroj, të lutem, më lër të mbaroj. Nëse ti më thua mua, a mendon që ka pasur abuzime gjatë këtyre viteve dhe a mendon që ne mund të kishim bërë një punë më të mirë, a mendon që shtëpitë farmaceutike për shkak të interesave të tyre apo të komodifikimit edhe të idealeve apo të teorive të reja kanë interes dhe kanë lobuar. Zhaku, po na çon në një temë tjetër, Më lër të mbaroj të lutem, më lër të mbaroj. Po na çon në një temë tjetër, të qëndrojmë një moment këtu dhe të zaurojmë këtë temë. Nuk po të çojmë në një temë tjetër. Jo, nuk do shikojmë tablon e madhe sot. Do flasim me pyetje të thjeshta dhe përgjigje të shkurtra. Pra, për ty ja një moment, Zhaku, të lutem, se kemi dhe këtë distancën dhe kjo na e vështirëson pak komunikimin. Pra, po thuaj që është okej që një fëmijë 7 vjeç t'i shpjegohet se çfarë është një transgender. Suela, unë jam përgjigjur edhe një herë kësaj pyetje. Unë të lutem Bruna, mos më ndërprej fjalën se po të shpjegoja se pse po ndodh kjo ngjarje në Itali. Dhe po të thoja që këto janë të gjitha vendime politike. Këto vendime politike rrjedhin nga disa ngjarje të mëdha që po ndodhin në botë. Kështu që patjetër që do demonizohen komunitete të caktuara në mënyrë që të kthehemi në vlerat konservatore, të cilat në periudha pasigurie dhe në periudha humbes së pikave të identifikimit. Zhaku, çdo ligj mund të dalë nga një kontekst i caktuar politik, nuk po merre me këtë gjë. Ky është konteksti në të cilin po del. Ky është konteksti nga i cili po del dhe për të analizuar apo bëjmë mirë apo bëjmë keq, a është e drejtë apo është e gabuar, si fillim mendoj që duhet të analizojmë kontekstin dhe pse po ndodh. E kuptoj. Zhaku, po ja një moment i marrim me radhë, Zhaku. Të lutem, i marrim me radhë. Është ndryshe kur nisim fjalin dhe themi që po mi çat keq e ka se. Pyetja është drejt për çat mirë e ka, domethënë çfarë i duhet një fëmijë një informacion i tillë, sepse ne shpesh herë fëmijëve të paktën moshën 7 vjeç apo deri një farë moshe të caktuar mundohemi që t'i rezervojmë shumë informacione që jeta o do ja u japi, o do ja japi kur do ndryshojnë këto informacione, se historia ka treguar që po themi për telefonin dikur që ishte me kabull sot s'flitet më. Pra, sa do t'ja shpjegoj ti dhe po e thjeshtoj shumë gjëna për treguar se duhet i lëm dhe kohës hapësirën e vet për diskutuar me fëmijët ato që duhet. Kështu që unë, për te fakti që besoj fort që vulnerabiliteti është diçka e cila caktohet nga faktor të jashtëm dhe jo detyrimisht ka të bëj me zgjedhje dhe situatat të tilla mund të jenë patjetër në kushte vulnerabiliteti, pra detyrimisht janë në kushte vulnerabiliteti grupet që janë në minorancë, patjetër që ata i përkasin qytetërimit dhe i përkasin botës sonë dhe është një moment në jetë që duhet të pranohen dhe duhet të respektohen për atë çka janë. Kështu që nëse flasim për të prezantuar individ që shiko në jetën tënde në një moment caktuar do takosh të tillë njerëz, këtu kemi të bëjmë me informim. Dhe prandaj unë dua të bëj një dallim për të thënë që është ndryshe dhe unë nuk e shoh edukatën seksuale si të edukuarit për të pasur marrëdhënie seksuale.
Pra, e mëso, e shoh për të mësuar ty se si të mbrohesh nga marrëdhënie që ti nuk i do dhe të mbrosh veten tënde, çka është më e rëndësishme. Dhe unë këtu kam ngul dhe e them, sado kjo ndoshta si pëlqen njerëzve, është fakti që unë të doja që fëmijët deri të paktën në moshën 15-16 vjeç, megjithatë ata mund të jenë kurioz dhe marrin informacione, të paktën të mos ju indoktrinohet koka me informacione të njëanshme. Dhe prandaj them që kurrikulat e shkollës duhet të jenë të orientuara. Indoktrinimi dhe edukimi janë dy situata të ndryshme. Ne po flasim për edukim, nuk po flasim për indoktrinim. Pikërisht, dhe prandaj unë nuk dua... Ne po flasim për informacion dhe edukim. Perfekt, pra të rrimë të informacion i cili është i shëndetshëm dhe adekuat për. Po ndërkohë, eksperienca na ka treguar që shpeshherë këtu ka qenë ajo fija e holl e koputjes dhe kjo është me të drejtën e shqetësimit të prindërve. Pra ka ndodhur dhe këtu po distancohem nga... Këtu po distancohem nga... Kjo është arsyeja pse unë të tregova për shtëpitë e mëdha farmaceutike dhe mënyra se si ato ndërhyjnë në kurrikulat e edukimit dhe në mënyrën se si ne duhet ta drejtojmë dhe ku duhet ta drejtojmë shoqërinë. Prandaj duhet ta shohim patjetër kuadrin e gjerë. Është Jo, kjo është temë këtë drejt, kjo është temë që ka nevojë për diskutim, por është temë në një moment tjetër. Është temë tjetër dhe ka tjetër hapësirë diskutimi. Pra dua të qëndroj tek kjo, që timi selektiv dhe timi me kom në tokë. Pra, unë zgjedh kështu. Dhe unë këtë do të thoja që mos harrojmë... Është i tepër si informacion apo jo? Për mua informacioni është pasuri. Jam dakord, të jepet në klasë. Nëse informacioni vlen për të edukuar fëmijët dhe ky informacion i shërben mos kuptimit, mungesës diskriminimit, mësimit të tolerancës dhe mësimit të bashkëjetesës. Kjo është teorike. Kush e ndan këtë? Është teorike kjo. Po nëse për shembull është universale, Bruna. Nëse tani një fëmijë për shembull apo një adoleshent informacionin e merr vetëm nga TikToku edhe i ka hyrë një algoritmi ku merr vetëm një lloj informacioni, shkolla që nuk duhet të ketë TikTok dhe po flasim për shkollën. Tani nëse do t'i kthehemi realitetit, unë për shembull mund të ndaj një anekdotë vogël, pash një çift të ri me një fëmijë 2 vjeçar që po ja jepnin fëmijën gjyshes dhe mënyra se si mami po ndahej nga fëmia ishte shko tek gjyshja sepse do t'jap telefonin. Dhe dua t'i kthehem tani këtij paradoksi që në cilin e ndodhemi ku informacioni është kudo. Dhe me këtë informacion të pa monitoruar, të pa servirur, apo të pa strukturuar, ndodhem para një realiteti ku ndoshta shkolla do t'jetë shtylla ku ne na duhet të drejtohemi për një informacion të strukturuar, të shëndetshëm, që na lejon të krijojmë tolerancë, të krijojmë një bashkëjetesë pa konflikte. Për mua, shkolla është ajo, sepse kemi strukturat, kemi borde që miratojnë kurrikulën, dhe nëse për shembull ka rrëshqitur një informacion, apo është servirur në një mënyrë ku po i shërben një propagande apo indoktrinimi, atëherë kjo është pyetja që duhet shtrojmë. Pse ka ndodhur dhe si mundemi ta korrigjojmë diçka të tillë. Zhaku, pse i trëmben në Itali edukimit seksual? Si e sheh ti? Njësoj për të njëjtat arsye pse i trëmben edhe në Shqipëri, mungesa e informacionit edhe mungesa e mendimit kritik dhe mos thellimi në tematika të rëndësishme që kanë bëjnë me përditshmërinë. Dhe për të njëjtat arsyet të cilat të përmenda që parë. Për gjithën këto rrymën konservatore që po zhvillohet gjithmonë më shumë në botë, e cila po tenton të kthejë një lloj autoritarizmi dhe në ato vende të cilat gjithmonë kanë qenë liberale dhe kanë qenë në një farë mënyre pilarët e demokracisë apo të drejtave të njerëzit. Megjithatë, shkollën e shohim si tempull dhe ja vlen gjithmonë që të shohim e të diskutojmë për informacione të cilat futen në shkollë, Zhaku. Jo, unë duhet plotësoj diçka. Kjo besoj që duhet ndodhi për çdo lëndë, nuk mendoj që duhet ndodhi vetëm për patjetër. Unë mendoj që kemi patur diskutime sipas temës edhe për lëndë të tjera, patjetër. Ndjekur fjalën e Zushës,
se po e dëgjoja më shumë edhe për lëndët e historisë, përkundrazi është edhe më e rëndësishme, zëm ka disa lëndë të tjera për cilat është shumë e rëndësishme që informacioni të jetë i kontrolluar. Dhe tjetë, po, ti dakord në këtë moment debati në Itali është për këtë gjë. Shembull historia është. Po jam dakord me ty dhe ti e di shumë mirë që hera herës i kemi bërë edhe pjesë të programit tonë. Edhe historia duhet rishikuar, ka të drejt Zhaku. Dua të ndjek fjalën e vetëm logjikën e asaj që besoj që kudonte të dilte dhe zysha. Është fakti që faktikisht mungesa e informacionit lë shumë hapësirë për abuzim. Pra lë shumë hapësirë që hamencimet të jenë nga më të ndryshmet. Çka do të thotë që ndoshta një masë e tillë dhe unë do ta lexoj kështu, sepse në këtë moment të paktën deri këtu mund ta lexoj vendimin që është marrë atje. Mund të jetë edhe një masë për të rishikuar edhe një herë se cili është informacioni i cili ju hyn në punë fëmijëve, si informacion dhe po themi si masë për të mos pasur diskriminim, për të mos pasur konflikte. Tani ne sot nuk mund ta mohojmë që një fëmijë 12 vjeç e di fjalën, e ka dëgjuar dhe fjalën LGBT, i ka dëgjuar gjitha fjalët. Pra është shumë e vështirë ti sot mos ta në Tiranë njërë nuk ndodhë, pas në Itali nuk ndodhë, edhe në rrethinat e Shqipërisë nuk do që se kanë dëgjuar si fjalë. Tani që edhe ne ti lëmë fëmijët të humbur në asgjë me këto fjalë dhe në hamencimet e tyre, po themi një informacion i cili është adekuat për moshën e tyre. Dhe këtu hym tek informacioni që është në përputhje me rritjen e tyre dhe pa detaje si për as edhe një gjë tjetër, hyn tek ajo çka sigurisht fëmijës i jepet me dozën e duhur për t'u informuar dhe me këtë masën për të qenë në kuadrin e shmangjes së konflikteve apo bullizimeve. Sot të them diçka, fjalë të tilla të fjalorit që kanë të bëjnë me LGBT shpeshherë përdoren si bullizim mes fëmijëve të shkollës dhe e marrin me shaka. Pra e përdorin si mënyrë për të nënshtruar njëri tjetrin dhe për treguar fuqi njëra palë mbi tjetrin. Çka është po prap keq përdorim i fjalës. Kështu që duke qenë se ky është një realitet që neve na ndodh, kemi nevojë të marrim masa. Unë nuk besoj dhe unë nuk mendoj po themi që masa është po themi ndëshkuese, ti termi nuk e heq dot nga fjalori askujt. Dhe as realitetin nuk e shuajmë dot, por ama kemi nevojë ta përshtasim me atë çka i duhet fëmijës. Unë besoj fort që një fëmijë 7 vjeç nuk i hyn fare në punë si informacion, por si terminologji është këtu. Pra, kjo është pastaj se sa të aftë do jemi ne që ta racionojmë apo ta përshtasim me atë çka i duhet fëmijës për të ditur. Këtu unë besoj realisht duhet jemi pastaj kritik pozitiv për gjën, për të mirën e shoqërisë. Që do të thotë që nuk është e lehtë. Pra kjo nuk është e lehtë, kjo është konfliktuale vetë. Sigurisht që do kohë. Dhe nëse për shembull, dhe nëse një prezantim i tillë apo një njohuri për termin shihet me syun që kjo është pjesë e shumë llojshmërisë së njerëzve dhe orientimeve të ndryshme që njerëzit kanë në këtë botë, për mua nuk ka ndonjë problem, sepse mendoj se dhe fëmija 7 vjeçar nuk e ka kapacitetin për të krijuar një kontekst tjetër kulturor. Ka një kontekst tjetër kulturor nga një adult edhe nga një drejt. Jo, po të lutem, sepse nuk më pëlqen që jemi në sekondin e fundit. Kështu që do ta marrë një sekondë, vetëm më fal. Domethënë në takimin e radhës do të flasim për realitetin edukata seksuale është shumë më shumë se sa kaq. Pra këtë kam rëndësishme ta them. Ne kemi sot akoma vajza që janë 13 vjeç dhe bëjnë abort, sepse nuk kanë asnjë informacion se si zhvillohet akoma trupi i vajzës apo trupi i djalit. Do të ishte rëndësishme të flisnim për edukatën seksuale në të tërë larminë. Shumë prindërve në Itali, por ka patur shumë reagime edhe në Shqipëri dhe për këtë arsye vendosëm që ta diskutojmë sot, por është e kuptueshme që kjo është një temë e cila do të ridiskutohet sërish. Në Shqipëri ka një strategji kombëtare 21-2026, e cila normalisht duhet përfshinte dhe edukimin seksual, i cili është një çështje holistike, pra duhet jetë i përfshirë në lëndë të ndryshme në mënyrë që informacioni të merret i plot dhe të jetë i shëndetshëm apo i strukturuar apo i filtruar ashtu siç do donin edhe Zhaku, faleminderit shumë, faleminderit shumë Suela, Mirvjena, faleminderit shumë, ishte shumë kënaqësi, faleminderit që qëndruat në shoqërinë e Living Day në Vision Plus. Miru nesër.